Përshëndetje për të gjithë. Të nderuar anëtar të Kuvendit të Kryeqytetit, i nderuar kryetari i rizgjedhur Zotëri Përparim Rama, të nderuara zonja dhe zotrin, si dhe të dashur qytetarë të Prishtinës. Përshëndetje për të gjithë ata që e përcjellin punën e këtij kuvendi, për ju media të shkruara dhe elektronike, njëkohësisht përshëndetje për të gjithë musafirët dhe të pranishmit në salë. Për ambasadorët e pranishëm, falenderim i veçantë për pjesëmarrjen tuaj në këtë seancë inauguruese. Ju uroj mirëseardhje. Një nder dhe kënaqësi që jam këtu përballë jush në këtë seancë inauguruese, e cila simbolizon jo vetëm një fillim, por një premtim për punë, për parim dhe për kushtim. Çdo fillim vjen me një përzierje emocionesh dhe me përgjegjësinë për detyrën që ju pret, të ndërtojmë diçka më të mirë, një shenjë të lëmë pozitive dhe të punojmë me nder dhe integritet. Qëllimi i kësaj seance është që ju si përfaqësues të zgjedhur të Kuvendit të Kryeqytetit t'i jepni vetës dhe njëri tjetrit një betive që vendi ka ndaj jush. Të nderuar anëtar, urime për mandatin e juaj, ju uroj shëndet dhe suksese dhe punë të mbarë. Urime dhe kryetarit për mandatin e fituar, suksese e na prift e mbara gjithve. Ftoj regjin të bëj intonimin e himnit shtetëror dhe atij kombëtar. Faleminderit. Në bazë të ligjit për veçeverisjen lokale, parashihet që seancën inauguruese ta udhëheq antari më i moshuar i Kuvendit të Kryeqytetit. Në këtë rast, nga radhët e subjektit politik Lëvizja Vetëvendosje, është zonja Lunie Mikollovci.
lus zonin Lumje të vi dhe ta marrë fjallën, pastaj të vazhdoj tutje me seancën. Përshëndetje për të gjithë. Të nderuar antar të rinj të Kuvendit të Kryeqytetit, të nderuar kryetari i zgjedhur i Prishtinës, përfaqësues të tjerë, përfaqësues të mediave dhe të gjithë të pranishmit. Mirëseardhët dhe përshëndetja e veçantë shkon për ambasadorët të cilët janë prezent sot këtu në sallë. Pare më e vjetër e moshuar, kështu po thot administrata unë jo, ta shpall të hapur mbledhjen inauguruese të mandatit të ri të Kuvendit të Prishtinës. Uroj sinqerisht që mandati juaj të jetë i mbushur me punë të ndershme, vendime të drejta dhe përkushtim të palëkundër ndaj qytetarëve që na kanë dhënë besimin, shpresoj që të bëhemi shembull integritetit, vizionin për punën tonë të përbashkët. Ju uroj të gjithëve një legjislaturë të barë me punë dhe përgjegjësi dhe vendime që i shërbejnë qytetarëve tanë. Faleminderit. Sot kemi thirrur mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës dhe po ashtu jemi mbledhur për të diskutuar mbi çështjen e përfshira në rendin e ditës, siç është zgjedhja e kryesuesit të ri të Kuvendit. Para se të fillojmë me shqyrtimin e pikave të rendit të ditës, së pari konstatojmë praninë për zhvillimin e seancës, prandaj për këtë çështje lus shërbimin e Kuvendit që të bëjë numërimin e antarëve prezent në sallë. Si? Nga shërbimi i Kuvendit edhe ju ndëgjut me njoftuan se prezent në sallë janë 50. Domethënë kemi quorum. Antarët e asamblesë konstatojnë se kemi quorum për vazhdimin në kësaj seance. Pa humbur kohë, vazhdojmë me rendin e ditës. Për këtë mbledhje është parapar rendi i ditës me gjithsej 3 pika. 1. Betimi i antarëve të Kuvendit të Kryeqytetit, betimi i kryetarit të Kryeqytetit, zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit të Kryeqytetit. Pa humbur kohë, vazhdojmë me pikën e parë të rendit të ditës. Betimi i antarëve të Kuvendit të Kryeqytetit. Para fillimit të kësaj pike, ju njoftojmë lidhur me zëvendësimet e antarëve nga të gjitha grupet të kryetarit të emëruar përparim Rama, vjen antari i radhës Amir Simnica nga radhët e LDK-s. Në vend të Uran Ismailit vjen antari i radhës Trim Syla nga radhët e subjektit Partisë Demokratike të Kosovës. Në vend të antarit Bek Berisha vjen antari i radhës Yll Bogaj nga radha e subjektit politik të Ardmanisë të Kosovës. Në vend të antarës Jeta Satovci vjen antari i radhës Jeton Mehmeti nga radhët e subjektit politik Guza. Vazhdojmë. Në këtë kuadër kërkojmë nga Komisioni për verifikimin e mandateve të procedoj me verifikimin e mandatit sipas neni 35.3 të ligjit për vetëqeverisje lokale. Vazhdojmë tutje propozimet për komision. Për të vjuar në procedurën e betimit të antarëve të Kuvendit të Prishtinës, ftoj grupet politike që të paraqesin nga një propozim për përfaqësuesin e tyre në Komisionin për verifikim e mandateve të antarëve të Kuvendit të Kryeqytetit. Propozimi nga grupet politike radhën e kanë Lidhja Demokratike e Kosovës me dhënë përfaqësuesin. A bën fjalën? Atëherë faleminderit, përshëndetje për të gjithë, i nderuar kryetar Rama, të uroj edhe në emër të grupit të asamblesëve për rizgjedhjen tuaj si kryetar i Kryeqytetit, po ashtu uroj të gjithë asamblesët të Kuvendit Komunal
për marrjen e detyrës nga sot. Në emër të grupit të Asamblesë të LDK-s, për Komisionin për verifikimin e mandateve, propozojmë asambleistin Amer Simnica. Lut zotëri Amir Simnicën, dhe ta zënë vendin. Partia Demokratike e Kosovës, lutem ta propozoni antarin e juaj të ri. Përshëndetje për të gjithë antarëve të kuvendit, ju uroj një mandat të mbar. Nga grupi i Partisë Demokratike të Kosovës, propozojmë zotëri Agron Canollin për antar të verifikimit mandateve. Faleminderit. A unë i lexoj mandatin. Vazhdojmë. Nga lëvizja vetëvendosje. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit, përshëndetje nderuara kryesuese seancës inauguruese, të gjithë asamblezëve ju urojmë mandatin të cilën sapo e fillojmë. Lëvizja vetëvendosje për këtë komision e propozon asamblistin Besart Krasniqi. Vazhdojmë. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ju lutem, jepni propozimin. Ta për ardhmërinë. Nuk po ndigjoheni. Se pak mikrofoni. Përshëndetje për të gjithë. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës e propozon Endrit Gashin. Dhe nga lidhja e Prishtinës, ju lutem kandidatin e juaj. Përshëndetje për gjithë, urime të gjithë asamblezëve të zgjedhur të kryeqytetit, urime kryetarit rizgjedhjen. Nga lidhja e Prishtinës propozojmë Teuta Kadiu Gjinolli. Teuta? Kadiu Gjinolli. Sa i lexoj unë i përsëris? Tash ti shkruaj. Lexoj nga këtu më ndej shënoj. Përbërja e komisionit është Është nga LDK Amir Simnica. Është e shumë. Nga PDK Agron Canolli. Nga Lëvizja Vetëvendosje Besart Krasniqi. Nga AK Endrit Gashi. Nga Lidhja Prishtinës Teuta Kadiu Gjinolli. Ftoj komisionin për verifikimin e mandateve që të tërhiqet për një moment dhe të krye verifikimin e listës të mandatarve të ri nga sipas të dhënave dhe certifikimit të siguruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni për verifikimin e mandate duhet më tërheq tash 10 minuta.
Përshëndetje për të gjithë. Në emër të komisionit deklaroj se të gjitha listat dhe nënshkrimet janë në rregull, sipas legjislacionit në fuqi që të gjitha janë në rregull. Ju uroj të gjithëve punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit shumë. Vazhdo tashmë. Vazhdoj me rrjedhën e seancës me për verifikimin e mandateve ka paraqitur raportin e vet. A jeni të gatshëm? Komisioni për verifikimin e mandatave ka paraqitur raportin e vet dhe konstaton se lista mandatarëve të rinj të Kuvendit të Kryeqytetit është verifikuar dhe është në rregull me përputhjet të listës të KQZ-s. Konstatoj se në këtë seancë janë të pranishëm 51 anëtarë të Kuvendit të Kryeqytetit, të cilët janë të gatshëm të kryen dhënien e betimit. Theksoj, vazhdoj me betimin e anëtarëve. Të nderuar anëtarë të Kuvendit, para nesh kemi tekstin e betimit. Ngrihemi në këmbë duke lexuar së bashku betimin. Para nuk qonë, ata mune, unë, vazhdoj, unë, Lumnie Mikullovci, betohem se do t'i kryj me nder, besnikëri, pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrës dhe të ushtrojmë autorizimet e mia si antar i Kuvendit të Komunës së Prishtinës. Ambasador, përfaqësues të ambasadave dhe misioneve ndërkombëtare të dëshmorëve, përfaqësues të policisë së Kosovës, të zjarfikësve, të KFOR-it, mediave, miq e bashkëpunëtor. Sot qëndroj para jush me mirënjohjen më të thellë për besimin që qytetarët ma kanë dhënë edhe një herë. Prishtina foli, dhe ky besim për mua është vazhdim i përgjegjësisë dhe motivit. Është zotim për të vazhduar punën me përkushtim të palëkundur. Ju falimderit që na keni besuar drejtimin e qytetit tonë. Falimderit që besuat në vazhdimin e vizionit transformues për Prishtinën. Po hymë në këtë mandat me vendosmërinë për të përfunduar projektet kapitale, për të vazhduar investimet në arsim e shëndetësi, në zhvillim prekin drejt për drejt cilësinë e jetës së qytetarëve tanë. Do të vazhdojmë të përkrajmë idetë inovative, të mbështesim krijimtarinë e rinisë dhe energjinë e tyre për të ardhmen, duke respektuar, restauruar dhe integruar trashëgiminë tonë kolektive me vizionin modern, të cilat kryeqytetit po i sjellin çmime me renome ndërkombëtare. Kjo është Prishtina, këta janë profesionistët e saj, këta janë qytetarët që nuk hoqën kur dorë prej këtij qyteti. Dhe këta qytetarë meritojnë zhvillim e respekt. Një falënderim i veçantë për institucionet ndërkombëtare dhe ambasadat për bashkëpunimin dhe respektin e ndërsjellë. Do të vazhdojmë të kultivojmë këto marrëdhënie me mirënjohje dhe me profesionalizëm. Jemi thellësisht mirënjohës për miqësinë e secilit prej jush. E dim se mandati i kaluar nuk ka qenë ashtu si që kanë merituar qytetarët, ka pas blokada të kalkuluara politikisht, vonesa e pengesa dhe prej tyre më shumti kanë vuajtur qytetarët. Uroj me zemër që në këtë mandat të reflektojmë dhe mos e detyrojmë popullin të dëgjojë diskurse përçarse,
të mos e vendosim qytetin peng të kalkulimeve politike, se cili prej nesh jemi të votuar me i shërbyt qytetarve e jo partive politike. Prandaj e kemi për bërq të bëhemi bashk e të punojmë, të mos projektojmë kriza artificiale, të mos kryojmë blokada që e lodhin qytetin, por të punojmë me përgjegjësi të përbashkët për të ardhmen tonë. Ne jemi këtu në shërbim të qytetarëve. Na sfidoni, na kritikoni, kërkoni kështu bëhemi më të mirë. Kritika e sinqert është motori i zhvillimit. Ajo e mbre udhëheqjen. Ne gjithmonë do ta mirëpresim. Le të debatojmë kur duhet, por mos të harrojmë kurrë se çka na bashkon. Dashnia për Prishtinën dhe detyrimi për të ardhmen tonë dhe për fëmijët tonë. Drejtorët dhe ekipi i kësaj qeverisje duhet të kuptojnë të qartë se puna dhe llogaridhënia janë themeli i kësaj detyre. Pres nga secili profesionalizëm, integritet dhe përkushtim qytetar. Unë, si edhe 4 vitet e kaluara, do t'jem këtu 24 orë, 7 ditë në javë, gati për bashkëpunim dhe për zhvillim. Pa ngjyra politike, pa inate e pa barjera. Për t'i ushqy ego tona, por për me punu për ta. Uroj që një qeverisje e tillë e hapur, përgjegjëse dhe vizionare të jetë shembull edhe në nivel qendror. Ju e dini që unë as nuk jam dalë e as nuk do të ndalem para asgjëje kur bëhet fjalë për zhvillimin e kryeqytetit dhe për të drejtat e qytetarëve tonë. Dhe kështu do të vazhdoj edhe në këtë mandat, për këtë betohem sot. Prishtina për tej nuk është vetëm slogan, është drejtim. Është kapitulli i dytë i një plani 8 vjeçar për një kryeqytet që nuk sillet si komunë zakonshme, por si zemra e Kosovës, dinamike, digjitale, e gjelbër, e hapur dhe bashkëpunuese. Është bashkëpunuese ndaj rajonit dhe botës si qendër arti, kulture, inovacioni dhe ndërmarrësie. Para nesh kemi projektin madhor të 30. Një mundësi historike për qytetin dhe për Kosovën. Kjo kërkon bashkim, përkushtim dhe vizion të përbashkët. Kërkon që brezave të ardhshëm, këta kampion që po na sjellin çmime ndërkombëtare, të bëjmë të lëm infrastrukturën sportive që meritojnë dhe që u ka munguar për dekada dhe t'japim Prishtinës imazhin pozitiv ndërkombëtar që ka fituar me punë dhe dinjitet. Të nderuar asamblejist, ky është momenti ynë të ecim përpara me vendosmëri, me energji dhe me dashni për Prishtinën. Bashk mund të ndërtojmë Prishtinën e së nesërmes, për cilën edhe ju si asamblejist të jeni krenar me kontributin që keni dhënë. Bashk të vazhdojmë të bëjmë Prishtinën një qytet modern, inovativ, të mençur dhe me plot mundësi për të gjithë. Ju falemnderit nga zemra për punë të madhe dhe unë jam i gatshëm si gjithmonë të shërbej kryeqytetit tonë me respekt, përgjegjësi dhe dashni të pakushtëzuar. Na prift e mbara, falemnderit shumë. Falemnderit. Ju faleminderit gjithëve. Në emër të kuvendit parë
dhe mandat të tuaj dhe shumë suksese në punë dhe përgjegjësinë që ju presin. Uroj që bashkëpunimi ynë të jetë i frytshëm dhe konstruktiv. Konstatoj se kryetari ka dhënë dhe nënshkrua betimin dhe e merr zyrtarisht detyrën. Të nderuar koleg, hapi procedurën e propozimit sa i përket zgjedhjes së kryesuesit. Kërkoj nga grupet politike që propozojnë kandidatët e tyre. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidatin. Regjia fjalë. Faleminderit të nderuara kryesuese. Pas takimit me grupin e asamblesëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kemi diskutuar dhe nuk kemi kandidat për kryesues të kuvendit komunal. Faleminderit. Nuk ka një të pja kandidat. Vazhdo me grupin tjetër nga PD. Nga Partia Demokratike e Kosovës, nuk keni? Nuk ka. Gjithashtu edhe Partia Demokratike e Kosovës nuk jep kandidat. Nga Lëvizja Vetëvendosje, Ekzon Azemi. Faleminderit. Ne duke i uru kryetarit Rama detyrën e sapo marrur, e vendosëm disa herë edhe një urim aty tek emri i kryetarit ku shkruan te urime koalicioni LDK, PDK, AK, Nisma, PSD e tjera, se ka edhe shumë. Nuk e di pse po ju pengon. Nuk e di pse po ju pengon asamblezëve të këtij subjekti ky urim, pasi që një gjë e tillë po dëshmohet me vetë. Pra grupi më i madh parlamentar, në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, pati rastin të propozoj kryesuesin dhe nuk e propozon, ndërkohë urimin për një koalicion kaq gjigant e mohojnë dhe e largojnë letrën. Ju lutem, veç keni durim se e morët fjallin, ju dëgjum të gjithve, kështu që... Nuk pja kuptoj këtë inat Sokolit, ndoshta nga arsyeja pse nuk e kam propozu Sokolin për... Kështu që... për me zbut këtë inat Sokolit, unë e propozoj Sokolin si kryesues të kuvendit. Qetësi. Vazhdojmë seancën me Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, a ka propozues? Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Qetësi, ju lutem. Ju lutem se s'po ndigjohet. Nuk kemi emër për... Nuk keni emër, s'ka Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës emër, nuk ka. Lidhja për Prishtinën, kandidatin ju lutem. Të nderuar të pranishëm, i nderuari kryetar, kolega asamblist, i nderuari ambasador, përfaqësues të policisë, të mediave, të shoqërisë civile, mirë se erdhët në seancën për inaugurimin e kuvendit komunal. Ju uroj të gjithëve marrjen e pozitës së re, qoftë një rrugtimi suksesshëm në arritjen e synimeve tona të përbashkëta, në mirëqenien e jetës së qytetarëve. Ne, grupi ynë i asamblezëve, e kandidojmë zotin Femi Kupina për pozitën e kryesuesit të kuvendit komunal të Prishtinës. Faleminderit. Pranon të gjitha 2 propozime, janë 5, nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka, PDK-ja s'ka. Unë e po i lexoj, pastaj diskutojmë nëse s'është me rend të ditës. Lëvizja Vetëvendosje, Sokol Havollin. Edhe Lidhja për Prishtinën. Edhe Lidhja për Prishtinën, Femi Kupina.
Kërkon fjalën se po. Kërkon fjalën kush? Sokol Havulli. Sokol Havolli, akuzon me Po drejt se po të hik. Natyrisht se kjo është një propozim i cili këta e bëjmë për qëllime tjera dhe nuk mund të shkoj si tillë, sepse unë nuk pranoj të jem po sigurisht pak e kanë edhe i natin që kanë met shumë brapa atje. Kështu që edhe parullat politike në një seancë solemne duhet t'i lojmë anash edhe të kalojmë në pikat e rendititët, gjë e cila ishte edhe kërkesë e vazhdueshme e jamja zonja kryesuese. Ju falenderit. Nuk mund të jem propozim sepse nuk e pranoj atë. Edhe për ndonjë pozitë kush e di çka më propozu vetë vendosja nuk e pranoj. Kemi ngarë vetëm Femi Kupinën. Konstatoj që kemi në garë vetëm zotëri Femi Kupinën. Sa është e ligjshme? S'ka më propozime. Nuk ka propozime, mbaroj propozimi. Po? S'ka? Pranohen të gjitha sipas procedurës, vazhdo. Pranon të gjitha propozimet sipas procedurës. Me votua Propozu tashmë. Krym propozime. thuje ti si kryesuesaj. Thuje Lule. Thuje ti aj se ti apo thuj tash fjalën e ka zyra ligjore domethënë. Sipas procedurës, vazhdo për procedurë. Sipas procedurës, para se të vazhdojmë me votimin, duhet të themelohet komisioni ad hoc për organizimin dhe numërimin e votave. Ftoj grupet politike dhe antarët e kuvendit që të propozojnë emrat për komisionin. Antarët e komisionin mundën me qenë 3 ose 5. Pranohen propozimet. Pranon propozimet për komision. Komisioni për votim. Kërkoj ta shpilë dy këstikën. Nga LDK-ja kërkoj një emën për komision, nëse kanë. Jeta. Ndëruar kryesuese, kryetar urimi edhe njerë, unë propozoj Egzon Pacollin për... Nga Partia Demokratike e Kosovës. Faleminderit kryesuese së seancës. Nga Partia Demokratike e Kosovës propozojmë Fjolla Vukshina Reqica, antarët komisionit zgjedhjes kryesuesit. Faleminderit. Fjolla Vukshina Reqica. Vukshina Reqica. Nga Lëvizja Vetëvendosje. Faleminderit zonja kryesuese. Veç po du më ju njoftu që sapo është bërë një shkelje për shkak se më është mohuar e drejta për të propozuar. Nëse shikoni uzimin administrativ si të kuvendit komunal, është shumë i qartë që secili asamblist ka të drejtë të propozoj dikë ose të vetë propozohet. Unë kisha një propozim, por më muhu kjo, unë po besoj që këtu janë edhe vëzhgusit nga ana e MAPL-s dhe kjo është mirë të evidentohet, mos u ankoni pastaj nëse kjo seancë shpallet e pavlefshme. Tash, me qenë se ju veç kalut në pjesën e formimit komisionit, une nuk po du me u bo këtu blokus, do ta propozojmë përfaqësuesin ton, mirë po të keni parasysh që sa po bët një shkelje e cila ndikon drejt për drejt në epilogun e kësaj seance. Propozuara jonë për këtë komision është Berita Abazi Muhadri. Faleminderit. Nga Aleanca për Ardhërinë e Kosovës. I propozuar jonë është Endrit Gashi. Nga Lidhja e Prishtinës. Nga kryesuese, Lidhja e Prishtinës propozon Betim Abdullahun si antar të këtij komisioni. Komisioni është themeluar. Ju lutem të përgatiteni për procedurën e votimit.
Do të kryet votimi i fshet për kryesuesin e kuvendit. Lut shërbimin e kuvendit që të bëj gati flet votimet për të vazhduar seancën. Tutje. Kërkoj 10 minuta derisa të bëhet flet votimi gati nga shërbimi i kuvendit. A keni krya?
Veç që të thuj pasi shërbimi kuvendit ka bërë gati flet votimet. Kujna mi adho Ose fjallën? ishim kam veç pak edhe. Beritës bitham, a? Veç kërkoj prej komisionit, kërkoj prej Beritës. Qetësi, ja fillojmë. A jemi gati? Kërkoj nga komisioni, nga të Shë zilen. E ki zilen për fundë, ishte. hala si kum su ku me prek për fundi. Që ma në tonë. Hajtë preketit. Prek e rujë. Berita fjallën e kiti. Ciao bu. Shërbimi kuvendit. Shërbimi kuvendit, ju lutem. Stash. A kemi korum të Atëherë po mjaftueshëm? fillojmë. Prit, në moment. Okej, veç A të kemi shikojmë korum? kryesuesja korumin. Sa? Kush duhet me na komuniku? A nuk është mënyrë elektronike. Pe presim shërbimin e kuvendit me na komuniku, a ka korum? Kemi korum. Kemi korum të mjaftueshëm, 51 delegat, ansamblist. Vazhdojmë. Berita, fjallën e keti. Bujar Gashi. Bekim Gashi. Milazem Vitia. Fadel Aliu. Sokol Havoli. Dasmor Durmishi. Jo, veç. Etnik Mustafa. Shefqat Osmani. Shefqat Osmani. Jeta Rafuna Hasani. Donjeta Dragusha. Dhurata Ja Hajret Kocere.
Lindita Regjepi Osmani. Rifadie Sopi. Amir Simnica. Agron Canole. Besjan Musmurati. Ilirik Musliu. Yll Muriqi. Granit Geci. Plator Grdovci. Ajo Buran, okay. Florian Beka. Kumrie Shabani Ramadani. Nora Cimili Gagica. Trem Syla. Mrika Limani Myrtaj. Gëzim Sveçla. Jeta Bujari. Berita Abazi Muadri. Egzan Azemi. Fem Osmani. Nora Kelmandi. Besart Krasniqi. Nejmije Gjema. Lumnie Mikulovce. Leonora Shabani Bajraktari. Enver Denica. Kreshnik Smajlaj. Endrit Gashi. Mëstel se e kena lu më fund, harrova. Po më fund. Vish harrova. Erblina Tahiraj. Valbona Ajeti. Yll Bogaj. Yll Bogaj. S'po donë me marrë pjesë në votëm. Fehmi Kupina.
Jo, më fund e kena lonë. Arbenita Murseli Hagjolle. Teuta Kadiu Gjinolle. Besa Shahine. Endrit Zabërgja. Jeton Mehmeti. Po, që. Egzam Pacole. Tike. Jo. Qa? Endrit Gashe. Betem Abdullahu, dush me në shkru. Të votime? Mirë është. A jemi në rregull? Okej, në rregull, bro. E morëm, hajde.
Konstatojnë se në votim kanë marrë pjesë 37 asamblesë edhe vazhdojmë me numërimin. Për. Okej. Pesh dërgaj. Hajde edhe një api fillimit. Për. Kondër. Kondër është. Për. Kondër. Për. Është më shpejt lupa. Për. Kondër. Abstenim. Kondër. Për. Abstenim. Atëherë konstatojmë se me 31 vota për, 4 kondër dhe 2 abstinen është zgjedhur kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës Femi Kopina. Çto po lexoj, bazohen rezultatin e votimit. Vazhdojmë seancën, përfundimin e seancës. Zonja dhe zotëri, a mundemi me fol? Bazuar në rezultatet e votimit, konstatoj se kryesuesi i Kuvendit të Kryeqytetit është zgjedhur Femi Kopina me gjithsej kanë votuar 37 prej tyre. Të pavlefshme s'ka, sipas votimit të juaj, Femi Kopinën e kanë votuar 4 kundër dhe abstenim 2. Faleminderit. Urime. Urime kryesuesit të sapo zgjedhur, punë të barë në udhëheqjen e asamblesë. Nga ky moment ju e drejtoni mbledhjen, ju kaloj juve si kryesues. Ju ftoj barë në foltore. Ju faleminderit. Përshëndetje Femi, tani ju është me ulin vend ata. Shqyr. I nderuari kryetari i Kryeqytetit, zoti kryetar të Kuvendit,
të nderuar qytetarë të Prishtinës, mysafir të nderuar. Zonja dhe zotëri, fillimisht më lejoni të shpreh urimet më të mira për kryetarin e zgjedhur të kryeqytetit për marrjen e detyrës në mandatin e dytë dhe i dëshiroj punë të mbarë në shërbim të qytetit dhe qytetarëve. Po ashtu uroj të gjithë asamblesës të zgjedhur me besimin se së bashku do të punojmë me përgjegjësi dhe bashkëpunim për interesin e qytetarëve tanë. Sot është një ditë me rëndësi e veçantë për mua personalisht, por mbi të gjitha për institucionin që të gjithë ne përfaqësojmë. Pranimi i detyrës së kryesuesit të Kuvendit të Prishtinës është nder i madh, por edhe përgjegjësi e jashtëzakonshme, të cilin e marr me përulësi, me seriozitet dhe me një mësimit që kemi treguar. Faleminderit secilit prej jush për mbështetje dhe besimin. Ky besim nuk është një privilegj i thjeshtë. Është një obligim që të udhëheq me profesionalizëm, transparencë dhe pa anësi, duke garantuar funksionim të drejtë, të hapur dhe efikas të këtij kuvendi. Kuvendi i Komunës është zemra demokratike e qytetit tonë. Është vendi ku marrin vendime që prekin secilin qytetar, secilin lagje, fshat apo vendbanim, në drejtim të zhvillimit të kryeqytetit. Është forumi ku debatojmë, ku pajtohemi e ku ndonjëherë edhe përplasemi në ide, por gjithmonë me respekt, me argument dhe me përgjegjësi. Si kryesues, angazhimi im më i rëndësishëm do të jetë garantimi i një procesi të drejtë politike apo ideologjike. Çdo zë në këtë sallë duhet të dëgjohet dhe çdo propozim duhet të trajtohet me vëmendje që meriton. Bashkëpunimi institucional, koordinimi me ekzekutivin dhe hapja ndaj qytetarëve do të jenë shtyllat e punës sime. Ne jetojmë në një kryeqytet që rritet, zhvillohet dhe përballet me sfida të reja çdo ditë. Prej ne shpritet të udhëheqim me vizion dhe vendosmëri. Prandaj, ju ftoj të gjithëve që pavarësisht dallimeve të gjejmë bashkëpunimin e nevojshëm për projekte të madhore të qytetit, si planifikimi urban, mbrojtjen e mjedisit, edukimin, kulturën, infrastrukturën, zhvillimin ekonomik dhe në secilin e jetës së qytetarëve tanë. Prishtina është e të gjithëve. Detyra jonë është më të pastër, më të drejtë, më inovative dhe më të orientuar drejt qytetarit. Ne jemi këtu për të shërbyer qytetarëve dhe vetëm qytetarëve. Në këtë rrugtim do të mbështetem në profesionalizmin tuaj, në eksperiencën tuaj dhe në gatishmërinë tuaj për dialog. Si kryesues do të garantoj rand të qartë pune, vendimarrje të përgjithshme, transparencë të vazhdueshme dhe respekt të ndërsjellë. Le të punoj me integritet, me qetësi, me vendosmëri dhe me besim se secili vendim i mirë të marrim këtu. Por kthehet në një ditë më të mirë për qytetarët tanë. Ju faleminderit edhe një herë për besimin. Uroj që puna jonë e përbashkët të jetë shembull i demokracisë lokale, i bashkëpunimit dhe vizionit për një Prishtinë më të zhvilluar. Ju faleminderit për vëmendjen dhe na prift të mbara në këtë mandat të ri së bashku. Faleminderit. Faleminderit shumë. Urime, ju ftoj ta zini vendin e merituar për 4 vite të ardhshme.
të nderuar kolegë, edhe njëherë ju falenderoj. Jam thellësisht mirënjohës për mbështetjen tuaj. Me këtë rast mbylli punimet e kësaj seance, miru pashim në seancat e radhës. Faleminderit shumë. Ju kisha lutë anën e majtë, kur dalim jashtë, ekzekutivi, kryetari ka organizuar një kokte për të gjithë, një të mirë sa ardhën të gjithë. Faleminderit shumë.